Banorët e Brekocit të Gjakovës në lagjën e quajtur Luftëtari vazhdojnë të ankohen për mungesën infrastrukturës e cila sipas tyre është bërë shqetësim tash disa vite. Ata thonë se pavarësisht kërkesave të shumta dhe premtimeve që janë dhënë, ende nuk është ndërmarrë asnjë hap konkret për rregullimin e rrugëve. Ne kemi bërë disa kërkesa deri sot, edhe kur kanë qenë ata përfaqësues tjerë të lagjës asaj, mirë po deri sot kërkush nuk ka ardhur as më na po, as mu interesu për këtë rrugë. Është rrugë shumë e vogël, është shkurt, mirë po ka rol shumë të madh për bile sidomos për fëmijët e lagjës. Ata tonë udhtojnë si njonat aty me karroca të fëmijëve me asaj, tonë i morrin nëpër qëtë rrugë që janë shpesh, nuk mund me dalë prej ujit, prej lloqit, prej asaj. Mes tjerash Mehmeti tha se tash e 50 vite nuk është rregulluar rruga e tyre. Ju kisha lutë nëse ka mundësi me na bo një zgjidhje, me na ndaj, edhe që kjo ka mbete pa kryme. 40 vjet, 50 vjet në qëtë lagje si jemi shtu, është e njëjta punë. Banorët kërkojnë nga komuna që të marrë masa sa më shpejt, duke theksuar se infrastruktura është domosdoshme për jetën e përditshme dhe qarkullimin e sigurt të banorëve.